që keni parë dhe faktin e studentëve të dhjetojt protestën e 35 viteve më parë, sa u bën 36 të rënjes së komunizmit. Ndërkohë që kjo po vazhdon akoma, atëherë e zgjidhen shpejt ata për 3-4 ditë. Krijuan dhe partinë, kjo varet 33 ditë. Ndërkohë që po agravon edhe me kalimin e ditëve dhe hyrjen e muajit të dytë, ka perceptuar edhe në dhunë përplasje, ka pas edhe provokime, sa edhe nga shumica. Po nuk është më një protest e qetë, paktën në momentin që është jashtë bulevardit. Pra, në moment që ka ardhur tek parlamenti, aty është tensionuar situata. I bën dëm apo i bën mirë, apo tensionet e çojnë protestën në atë hulli që do donte qeveria, pra pa shumë ide, me përplasje, pa ato pankartat dhe memet që, domethënë, ajo bëri më shumë xhiro, kurse dhuna mund edhe t'i dëmtojë ndoshta. Në fillim nga fillimi, unë faktikisht jam një nga studentët që ka marrë pjesë në demonstratat e para në dhjetor të vitit 90, biles për herë parë fare, kam qenë student godinës 27 të inxhinierisë, që kemi lëshuar thirrjet e para në korridorin e katërt 4 me disa shokë të mi nga Shkodra, që rrov Bushi, poshtë Gorbaçovi, poshtë Nexhmia Hoxha, që në atë kohë tani duket si qesharak, po nuk guxonte njëri, s'kishte shans të bërtisë njëri poshtë. Këtë e bëm jo se ishim trima, por u fikën dritat dhe nuk do merresh vesh se kush bërtiste, dhe kështu filloi faktikisht ato gjithë lëvizja e parë, komplet pakënaqësia e parë fare, ka filluar tek godina 27, pa ardhur gjithë ato që kemi dëgjuar pjesën tjetër të demokratëve, të ato dëshmorë të lirisë, të demokracisë, nuk kanë aty ka qenë burimi, energjia kujdestar aty ka shpërthyer. Kemi dalë ne që dhe studenti, kemi marrë pjesë në demonstrata, por nuk duhet ngatruar gjithsesi me ato demonstrata, proteste që bën sot janë komplet një natyre tjetër. Sigurisht atë ne e bëm, ishte një protest për liri dhe demokraci në kuptimin e plot fjalës. Tani lirinë dhe demokracinë e kemi, por ne dua më shumë liri ekonomike, dua më shumë të drejta dhe dua më shumë pavarësi ekonomike dhe të mënyrën të menduarit. Këtë që pam sot ne, që shikoj çdo ditë, unë jam absolutisht kundër dhunës dhe në asnjë mënyrë nuk duhet që protestat të degradojnë, të degenerojnë në dhunë, sepse dhuna nuk është zgjidhje. Ne pretendojmë që një vend evropian që duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, dhe nëse deri tani kemi patur mbështetje ndërkombëtare, ka qenë pikërisht për këtë që protestat ka qenë paqësore. Protesta paqësore që filloi dhe me një simbol shumë të bukur, edhe shembullore madje. Edhe shembullore, po dhe një simbol shumë bukur që Bashkimi i Shteteve Demokratike, Bashkimi Evropian ju pëlqen, sidomos partive të gjebelta që bësh për mbrojtjen e ambientit. Tani po të hapësh pak ato petët e larkrosh, po të shkosh pak më thellë, është komplet gjë tjetër, por kështu filloi me protestë mbrojtën natyrën, për mbrojtur shpendet, për mbrojtur gjithë faunë dhe florën shqiptare. Dhe kjo ishte një fabulë e bukur për të filluar, pa çka se pastaj pakënaqësia është pakënaqësi sociale, është një problem shumë i madh popullimi i popullsisë, padrejtësia, korrupsioni që ne gjithë e dimë, e flasim çdo ditë në media. Por problemi është që pritej që me shpalljen e asaj platformës që krijosh një kuvend kombëtar, një qeveri, më pas e pajtimit kombëtar, të merrte hulli institucional kjo protestë. Por ju është e vonuar, pra në çfarë faze është tani? Po lind pushteti i ri apo protesta po shkon drejt kurrjes? Politika vjetër mëson një model tjetër, një politikë për të krijuar një qeveri shpëtimit kombëtar, një qeveri teknike. Këto faktikisht mund ndodhet diçka nëse vendesh direkt para luftës ose një emergjencë jashtëzakonshme, por qeveria teknike në kushtet e demokracisë në Bashkimin Evropian dhe gjithë shtetet normale, perëndimore, kalimi i pushtetit bëhet nga një dorë në dorën tjetër, sepse zgjedhjet janë të ndershme dhe zgjedhjet janë të drejta. Domethënë është normale të humbësh në demokraci. S'ka absolutisht asgjë anormale. Por me që Shqipëri merret me dhunë dhe lëshohet me dhunë, ky është edhe ndryshimi i madh që ndodh, domethënë në kalimin e pushtetit. Kjo tani po shikohet se edhe Bashkimi Evropian nga po kupton që nuk është vetëm kjo faktikisht që protestat kanë qenë për mbrojtjen e natyrës dhe
të mbrojtjes faunës dhe florës dhe të drejta të njerëzit në përgjithësi. Ato kanë parë që problemet janë shumë më thella, probleme sociale, çështja e ekzistencës së shtetit ligjor, çështja e drejtës fjalës në parlament, shumë tema tjera, por këto duan shumë kohë të analizosh. Por megjithatë pritej fakt që është e vërteta edhe një mbështetje nga protestuesit, i kanë bërë të sot thirrje ambasadës amerikane, Bashkimit Evropian. Ju jeni në Gjermani, tani mbështetja vetëm nga eurodeputetët apo mund të shkojë edhe më lart? Unë kam mendimin tim personal, jam edhe unë përfaqësues i një pjesë të diasporës, të shqiptarëve që janë këtu. Madje jeni angazhuar politikisht edhe atje në mos gaboj me CDU. Jam i angazhuar, kam shumë vite që jam angazhuar në CDU. Kam qenë zgjedhur herpasherë në Këshillin Bashkiak, në kryesinë e CDU-s, po këto zgjedhjet janë demokratike, jo gjithmonë fiton. Edhe këto njeriu do të mësosh me atë që gëzosh që po fiton, por mund të qelloj që herën tjetër nuk fiton më. Tani të cilësojmë si politikan gjerman apo? Kurdo? Ju cilësojmë si politikan gjerman, them, se duke qenë se jeni angazhuar dhe me CDU-n aty. CDU-n. Po politikan gjerman normalisht është gjë e thjeshtë, politikan këtu është gjë e thjeshtë, po jam me CDU-n dhe jam shumë angazhuar me komunitetin gjerman këtu, jam angazhuar me politikën gjermane këtu, ka sigurisht që jam angazhuar me politikë në Stuttgart. Kam qenë herpasherë dhe antar i Komisionit për Politikën e Jashtme edhe antar i Komisionit të Mbrojtjes në Stuttgart. Këto bëj për politika është pasioni im, por është pasion gjerman, sepse nuk e kthe dot politikën në pasion shqiptar. Dhe ta kisha për atë që folim çfarë që demonstruesit, unë shikoj pak më ndryshe. Është gjë shumë e mirë, mrekullueshme që shqiptarët do ngriten, do krijojnë një protestë të tillë, por kjo protesta ka përbën shumë përbërës brenda, kështu që duhet ta kuptojmë qartë, se unë kuptoj për veten time që në protestë marrin pjesë komplet spektri politik. Protestuesit janë njerëz që janë të pakënaqur se thjesht do të shprehin pakënaqësinë ndaj këtij regjimi, ndaj kësaj qeverie, ndaj Edi Ramës, ndaj komplet politikës tani. Po kjo nuk do të thotë që populli është një mendimi dhe do të krijojë një rrymë të re politike. Mbase del, unë nuk është se kam përvojë me këtë punë, dhe suponemi janë gjithë shqiptarë që nuk është se kanë përvojë me një protestë të tillë dhe për ta ditur se cili që del apo s'del. Po unë besoj që me shumica e njerëzve janë ose apartjak, ose janë të majtë, ose të djathtë, ose edhe kanë mbështetur, do jetë shumë vështirë të krijosh një parti mes këtyre njerëzve. Po do rezultonte pozitive nëse do krijosh një parti politike, por do kishte mbështetje masive në këtë moment, sepse protesta mbështetet nga një pjesë e mirë e shoqërisë. E heshtur me zë pa zë në shesh nga jashtë Shqipërisë brenda, por kjo mund të përkthehej në votë nëse do krijosh një parti politike? Nuk besoj.